Këshin dëgjuar për dy nga emrat, Dritan Gjikën, këshin dëgjuar Eli Dizdarin, e njohur ndryshe dhe Denis Matoshi, ose Denis Matoshi njohur si Eli Dizdari, si disa nga emrat më të mëdhenj të botës kriminale të lidhur me trafikun e drogës. Del edhe një emër tjetër tashmë, i cili duket sikur është kumbari i tyre, Shpëtim Aliu, i njohur si Salvador Aliu, dhe me një sër le të themi emrash të tjerë. Ç'ishte ky rrjet, ç'ishte kjo strukturë, le të themi, e veprimtarisë kriminale në trafikun e drogës? Tani, në aspektin e detyrave që ne kemi kryer, unë dhe prokurori, këto nuk janë një grup kriminal që lindi sot. Janë një grup kriminal me një shtrirje në kohë të gjatë, por më së shumti është shtrirje në hapësirë, sepse këto kanë zaptuar tregun botëror të drogave të forta, kryesisht kokainës, sepse vetëm në arkun kohor të vitit 2019-2021 mendohet që kanë transportuar nga Amerika Latine drejt Bashkimit Evropian mbi 50 ton kokainë. Normalisht emrat protagonist kryesor janë Denis Matoshi, Eli Dizdari, edhe Isa Aliu, ose Shpëtim Aliu, sepse këto bota e krimit, tani bota e drejtësisë re, po përdor nga 3-4 emra mbi emra, jo ma bota e krimit që përdor disa emra. Dhe është pasuruar pastaj edhe me emra tjerë, si pa përjashtuar Dritan Gjikën, pastaj janë pasuruar edhe me emra tjerë, si Florian Musaj. I vetëm i arrestuar Florian Musaj, në fakt, i cili u lanë arrest në burg. Po, kjo pra është problemi kryesisht, sepse edhe pse i interpretohen si kokat e botës së krimit të organizuar trafikun ndërkombëtar të drogës, domethënë gjithmonë kokat vështirë të ndalohen, të arrestohen dhe të procedohen konform. Një emër tjetër ka qenë dhe Armando Pacani, i cili ka qenë një figurë, le të themi, Pacani, i cili ka pasur të pak në informacionet e mia me lidhje të forta në Brazil, ishte një nga, le të themi, kryesorët e aktivitetit të këtij grupi, por shumë pak i njohur faktikisht. Pastaj Shpim Bibaj, Florian Musaj që e përmendet, Olkid Aliu, Naldi Uzeira, Nikol Bibaj dhe Isa Aliu. Prokuria Spaku nuk është se kishte sot materiale në ngarkim të këtij grupi kriminal. Kishte materiale që më përpara, sepse ato kishin rënë në gjurmë të pastrimit produkteve dhe personale disa vite përpara. Të paktën 3-4 vite. Po në 2022 ishin qerë diska ICC të paktën që ja dorëzon europianët. Po, sepse kryesisht janë nga dekriptimet janë këto ndëshkime dhe materialet të ardhura nga partnerët tonë evropian, por mu më bën çudi si ka mundësi që ky grup kriminal më së shumti tashmë përjashtuar aktivitetin kriminal të trafikut ndërkombëtar të drogës, akuzohen se kanë pastruar një sasi shumë të madhe parash në Shqipëri. Ne kemi dëgjuar her pas here që institucionet shtetërore janë tulatur në aspekt të pastrimit produkteve dhe veprës penale. Që kur ka lançuar kryeministri i Shqipërisë amnistin fiskale 1, edhe pastaj paqen fiskale 2, domethënë këtu në Shqipëri në mënyrë kategorike asnjë nga institucionet ligjzbatuese për parandalimin e veprimtarisë kriminale, sidomos parandalimin e pastrimit produkteve të veprës penale, domethënë është zero. Dhe sot kur goditet ky grup kriminal me një përbërje shumë të gjerë që janë rreth 20 veta të implikuar në këtë veprimtari, 11 prej cilëve ju kanë dalur emrat, mendohet që ka dhe emra politikanësh, që nuk e di se pse nuk lexohen dhe pse nuk bëhen publike, dhe për këtu domethënë vetë dishoj ditë pas dite seriozitetin e prokurorëve të veçantë të Spakut, por edhe të kreut të Spakut, për faktin sepse edhe grupi më parë kriminal. Ja rrugës, po. Do të diskutojmë datë. Po. Lidhe. Për ta lidhur që ne të profesioneve të luftë të zbatimit ligjit, qoftë unë si oficer i lartë policie, qoftë zoti Karanja që si ish prokuror, kemi thënë të paktën kemi mbi 2 vite që themi
vija e kuqe e SPAK-ut do jetë atëherë kur të godas edhe politikanët, edhe biznesmenët bashk, edhe grupet kriminalet të drogës bashk. Sepse kjo është një treshe që krijon mundësi, qeveria ju krijon mundësi të pastrojnë produktet e veprës penale, biznesmenët e fuqishëm marrin paratë e botës krimit dhe kthehen në një lavatriqe, dhe është një lidhje zinxhir e pafund, pastaj konvertohet nderi me nder në rritje dhe riciklim të pushtetit. Por kur u godit grupi i Orest të Sotës dhe i Shtufit, pra si biznesmen, që mes tyre ishin edhe trafikant droge, si vëllezrit Koqeku edhe poseduesi i pronave të fuqishme në Zvërnez, Artur Sheu, politika filloi të reagojë. Qytetërisht filloi të reagojë, u mërzitën dhe filluan të sulmojnë Domanin, filluan të sulmojnë SPAK-un, sepse u prishën balancat e lidhjes së politikës me botën e krimit, e lidhjes politiket me falsifikimin e pronave, me poseduesit e pronave, sepse kanë pjesë të gjithë. Dhe qytetërisht shteti në mënyrë kategorike nuk dëgjohet reagimi as i presidentit të Republikës edhe në goditjen e grupit dytë, as nuk prononcohet presidenti i Republikës, as nuk prononcohet kryeministri i Shqipërisë, dhe atëherë ne kuptojmë që njeriu që ka dhënë viston për të pastruar produktet parat e trafikut ndërkombëtar drogës është kryeministri i Shqipërisë dhe qeveria shqiptare, sepse agjencia financiare, Agjencia e Inteligjencës Financiare, që ka detyrë përgjithësore kontrollin e paras që hyn në mënyrë të paligjshme në Shqipëri, nuk ndihet fare në asnjë relacion. Dhe madje është përmendur disa herë nga drejtuesit e SPAK-ut, edhe nga ish drejtuesi i SPAK-ut Altin Domani, por edhe nga drejtuesi Iri Brau, që asnjë material nuk kemi nga Agjencia Financiare e Inteligjencës Financiare për pastrimin e produktet dhe veprës penale. Parë në këtë kontekst, unë do të them që mbështetur edhe nga partnerët tonë evropian, këto dy goditje janë goditje shumë të fuqishme për botën e krimit, sepse grupi që është goditur ditë e fundit është edhe lidhje e grupit të mëparshëm me Jetmir Pepës. Dhe kjo tregon sepse tashmë organi i prokurorisë speciale SPAK ka futur në sit të gjithë grupet kriminale të trafikut ndërkombëtar të drogës, por baza do të jetë gjetja e parave. Okej, faleminderit Prençi, në fakt është një histori e cila duket tashmë në prokurorisë posaçme SPAK me ardhjen e dokumenteve të transkriptuara nga le të themi nga Sky CC dhe Encrochat, po kryesisht nga Sky ICC, është bërë mundur le të themi lidhja edhe e grupeve të ndryshme kriminale e emrave të veçantë, të cilët duket se kanë bashkëpunuar përgjatë historisë së tyre të aktivitetit të trafikut të drogës në momente të caktuara, e ndoshta her pas here mund të jenë bërë edhe ortak në biznese të ndryshme këtu në Shqipëri, por për të kuptuar më tej, Karanja, si gjendet hapësira në një shtet si Shqipëria për të pastruar parat, kjo që tha edhe Prençi për le të themi inteligjencën financiare, a ka agjenci të cilat në një moment mund të shkojnë le të themi informacione institucionave të cilat lejojnë zhvillimin e projekteve për t'i thënë që shiko se kemi dyshime se kjo kompani e ndërtuar nga Karanja, nga Bora dhe nga Prençi dyshohet se është produkti le të themi aktivitetit kriminal. Kemi kompani të mirë. Fjalën e lirë. Tani pastrim parash ka në çdo vend botës. Dhe në vendet e zhvilluara demokratike, pastrim parash ka. Risku është që kur kapesh, mban përgjegjësi penale. Po t'i referohemi konventës për pastrimin e parave, konventës evropiane për pastrimin e parave, që është miratuar me ligjin numër 8646 të vitit 2000, qëllimi i konventës është evidentimi i pasurive që dyshohet që vijnë nga krimi. Dhe kryesisht janë për veprat penale të trafikut të armëve dhe të trafikut drogës. Kush e bën këtë? Kush e bën? Institucionet ligjzbatuese të vendit. Janë institucionet ligjzbatuese të vendit dhe kur një veprimtari ka dyshime ose një biznes ka dyshime që ka të ardhura që vijnë nga lënda narkotike, ky fillon evidentimi dhe sekuestrohet prona. Pra nuk
dhe qëllimi i konventës për pastrimin e parave, me parashkrim të rasteve kur subjekti vetë që pastron paratë është dhe subjekti i trafikut ndërkombëtar, se ti po të akuzohesh për trafik ndërkombëtar droge, atëherë ti ke nen tjetër, pra ke nenin 283 atë kodit penal, pra ke bërë trafik, ke edhe 287 që ke pastru paratë e këtij trafiku. Kurse në rast se je subjekti i një vepre, pra vetëm i 287-s, këtu qëllimi i konventës dhe qëllimi i ligjeve është kapje pasurisë, pra jo arrestimi i personave, pra kapje pasurisë është fitore, sepse ne çfarë fitojmë nëse kemi diskutuar edhe herë tjetër. Çfarë fitojmë nga arrestimi? Ne kërkojmë që pasuritë që vijnë nga krimi të sekuestrohen dhe më pas në rast se provohet, sepse kemi pasuri të paligjshme që mund vinë nga krimi dhe droga, por mund të kesh investitor të lishëm që investojnë të pasuri, mund të jetë i vogël, i madh, varet nga përqindja, prandaj këto çështje janë çështje të vështira dhe zakonisht hetohen, domethënë në gjendje të tillë, pra hetimi pasuror, sepse 287 me hetimin pasuror, pavarësisht se hetimi pasuror është ligj tjetër, është ligj i veçantë, në thelb janë të njëjtë. Pra verifikohen pasuritë dhe paratë që vijnë nga një vepër penale. Hetimi pasuror kur ke dyshime që e marr, pavarësisht se s'ke bërë vepër, janë parashkruar vepra të sekuestrohen pronën dhe më në fund organi procedues vendos për pronën. Kurse neni 287 duhet provohet vepra penale më, pra provohet trafiku i drogës dhe provohet që trafikanti i drogës ka marrë parë dhe ti po pastron paratë e tij për ky shtetmi. Por zakonisht te masat e sigurimit, ne kemi parasysh kur kemi vetëm nenin 287 organet proceduese duhet të orientohen në gjetjen e pasurisë. Kjo është e rëndësishme, s'na intereson në arrestimi i personit. Me përjashtim kur janë trafikant, pra kur janë to trafikant, që pra po e theksoj që të jetë qartë dhe për publikun, këta duhet të arrestohen se ka vepër penale, ka 15 vjet minimale. Organizimi i trafikut ndërkombëtar më tepër dhe në kuadër të grupit strukturor kriminal. 334, sepse grupi strukturor penal, grupi strukturor, dënohesh edhe si grupi për krijimin e grupit kriminal në mënyrë të veçantë dhe vepra që ke kryer ti shtohet me 5 vjet. Pra, ka rrezikshmëri të theksuar shoqërore. Por kur kemi pastrimin e parave është mirë, por e dyta duhet kemi kujdes shumë të madh. Sepse kemi të qytetarë që kanë tarrotigje që kanë investuar. Këto kompanitë dhe pasuritë që sekuestrohen, administrimi i tyre duhet të jetë prioritar, pra që të mos të degradoj prona, pra ti e sekuestron atë pasuri, se është produkti i veprës penale, kjo duhet vazhdoj funksionin e saj. Dhe administratorin e cakton grupi prap. Administratori cakton shteti se ti e sekuestruar. Në rast se kjo kalon në favor shtetit, është një kompani fitim prurse, pse jo ta ketë shteti? Pra të vazhdoj punën, pse ta shkatrojmë? Jo, ligji tek për agjencinë e domethënë për pronat e sekuestruara, për administrimin e tyre thot saktësisht në momentin që prona sekuestrohet, qëllimi i shtetit është ta marrë pronën në përdorim, pse jo ti rrisi dhe aktivitetin që ti marr fitime. Në moment është ligj. Po ky ligj prandaj shteti duhet të shtojë prioritet, pra gjithë to pronat sekuestruara duhet të vazhdojnë aktivitetin e tyre. Pra nëse është marrë një sipërmarrëse dhe shteti nuk i bën keq, pra shteti bëhet pronar. Shumë bukur, është bën një punë. Mund të shkojë deri konfiskimit. Bëhet pronar. Konfiskohet dhe mund shumë institucione shtetërore që janë jashtë që po rrin me qira. I mbledh me një kull Karranxha, i fut me një kull. Pra ja duri, pra ai që mendon për shtet, se varet se çfarë qeveritar e ke. E kanë dhe qytetarët kollajn, ka parti, këtë ka dytë se ka rezultuar për shembull, ka rezultuar që konfiskohet edhe shitet për çmim qesharake, shitet në ankat. Dhe ti nuk ke interes shtetit ta shesin në ankant, në rast se ti mund të futesh në institucione shtetërore aty. Prandaj duhet administrimi është më i rëndësishëm se arrestimi. Pra, administrimi sepse ne aq më tepër që janë para që vijnë nga jashtë në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe ti i ke kap këtu. Pra, është si muhabeti pulës që bën vezën, pula është barzë, pule komshiut bën vezën tek qymezi. Tek qymezi jot. Pra ne kemi ku t'i gjejmë duhet t'i ruajmë këtë. Tash diçka për spakun në mënyrë të përmbledhur, është një punë e vështirë, pra është një arritje se janë goditet emra të mëdhenj, por do një punë shumë të madhe, sepse është bazuar kryesisht te Sky ECC-ja. Dhe po ti vesh përgjimet që referohen dhe që kanë dalë në media, pra nga Sky ECC në datë kaq janë taku. Po sigur nesër Sky shpejt, domethënë gjykata, se varet të shifet mas rasti, sepse disa vende të Evropës Sky nuk e marrin si provë. Për shkak të mënyrës marrjes saj. Nuk është përgjim, domethënë si mas rendit bërshëm, është diskutim tjetër. Dhe duke marrë prova organi procedues, duke e provuar jo vetëm me Sky, por edhe me prova të tjera, që domethënë te çdo dyshimi të arsyeshëm, që të jetë një çështje e fortë, që të mos jetë te Sky fjalë vërtet,
Pra të mos jetë i lidhur vetëm te Sky, por të jetë lidhur edhe me prova të tjera. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse po ngelën vetëm këtu është çështje e dobët. Pra duhet provueshmëria, duhet dosjet të jenë prioritare dhe të shikohen me vëmendje. Ka qenë dhe diskutimi që pse u bën tash dhe s'u bën më parë, por mu prokurori e çmon vetë kur do ta bëj. Mund duket sikur që çnet tash jo mos e kishte për punë. Ama leta bëj një pyetje tjetër. Këtë se edhe dua ta kuptojmë pak më gjerë sepse në fakt gjitha këto goditje vinë le të themi në 6 mujorin e parë të mandatit të Klodian Braus, i cili sigurisht edhe në për diskutime televizive është përfolur, le të themi ndoshta pak më pasiv se ishte pararë si ti Altin Domani, megjithatë grupet kriminale që janë goditur në këtë moment janë grupet, le të themi, më të fuqishme kriminale. E kemi thënë ne. E ripërsërisim? Po, e kemi thënë në këtë studio, kemi thënë se strategjia e shfaqjes në publik të SPAK-ut pas marrjes së detyrës nga Klodian Brau do të ndryshoj. Sepse në fakt SPAK-u ishte në rrugën e mbar të goditjes së korrupsionit dhe shpërdorimit detyrës në nivelet e larta qeveritare. E vërtet. Por qeveria dhe opozita ju kundërvun prokurisë SPAK-ut, strukturës posaçme. Ju kundërvun edhe GKK-s duke e atakuar veprimtarinë e SPAK-ut deri në gjykatën kushtetuese. Sepse normal SPAK-u u ngrit shumë lart dhe shkoi tek pezullimi i zëvendës kryeministës. Dhe tashmë ne e kemi debatuar këtu që unë kam një mendim që SPAK-u tashmë do të hetoj më gjatë paraprakisht dhe kur ta plasi bam do kemi ndoshta prova më të pakontestueshme edhe në raport me implikimin në veprimtarinë kriminale, por edhe në raport me provat në fushën e pasrimit të produkteve penale atë ndiq paran. E qartë. Tani. Po. Ju keni shnime, por sigurisht edhe unë kam kisha disa pyetje për të kuptuar. Ju përmendët pak më herët agjencitë e inteligjencës financiare, të cilat realisht në informacionin tim, unë e di që ata kanë një qasje, të paktën është edhe një drejtori tek Ministria e Financave, aty kanë një akses të papar, domethënë. Kjo drejtoria në Ministrinë e Financës para 2 ose 3 vjetësh është kthyer në agjenci. Po, është mirëfillte. Agjenci inteligjente. Po, financiare. Dhe ju dha rëndësia pikërisht sepse filloi të lëvronte shumë që kur filloi të tronditet euro në Shqipëri, që zbriti poshtë 1.000 lekshit. Regjia? Nga drejtori e pastrimit të pastrimit parave në Ministrinë u kthye në agjencinë inteligjente. Dhe i është dhënë edhe teknologji moderne, është mbështetur dhe financiarisht. Po janë trajnuar dhe burimet njerëzore, por nuk ka funksionuar dhe fakti që në mënyrë të përsëritur 3 vitet e fundit. Tani ne nuk jemi aty, po fakti që prononcohet publikisht kreu i SPAK-ut Altin Domani 3 herë duke raportuar në parlament dhe në komisionin parlamentar ka thënë që asnjë nga agjencitë ligjzbatuese në Shqipëri të ekzekutivit nuk ka referuar qoftë edhe një dosje të vetme në fushën e pastrimit të produkteve veprës penale. Pra gjithçka vinin nga partnerët ndërkombëtarë. Ndërkohë, edhe e ka cilësuar Agjencinë e Inteligjencës Financiare ka cilësuar nominalisht që nuk ka funksionuar. Por në parimet e luftës kundër kriminalitetit, sidomos të krimit ekonomiko-financiar dhe pastrimit produkteve veprës penale, detyrën e ka ekzekutivi shqiptar për ta parandaluar dhe luftuar korrupsionin, pastrimin e parave etj. Kurse SPAK-u dhe Prokuroria e Jurisdiksionit Përgjithshëm ka goditjen, ka ndërshkimin e këtyre zyrtarëve që nuk bëjnë detyrën e shtetit. Pra ne kemi kaluar ndryshe, ne njohim vetëm SPAK-u lufton kriminalitetin. Ne ekzekutivi nuk e kemi luftuar. Dhe Kryeministria ka një drejtori antikorrupsion. Po ka pra. Domethënë ngre pikpyetjes çfarë bën. Tani ti u ndale tek euroja, Prençi, dhe unë do doja që të shohim pak me vëmendje se çfarë ka ndodhur me këmbimin e euros, pra exchange-i nga euro në lek.
këtu revista Monitor, e cila është një revistë specializuar për shkrimet ekonomike, ka bërë një analizë shumë të mirë nga viti 2005, me një rritje, fillon kurba nga 2009 fillon rritet, në 2011 për shkakun ka qenë 1 euro me 1.40 lek. Pra 1.400 lek të vjetra. Mirë, po ka një moment këtu, në vitin 2015 dhe vitin 2016 ka qenë pikërisht koha kur vendi u akuzuar për çështjen e kanabizimit, kultivimit kanabisit në mënyrë masive, dhe ka qenë 2016-2017 ku filloi edhe transporti jashtë, që praktikisht kjo duket sigurisht një çështje e cila u la pas dorë atëre Karanja, por faktet janë aty, edhe Instati, po të shikojmë pak të dhënat atje, kuptohet qartë dhe tek Instati. 2017 fillon me rënje, 2018 nga 134 shkon me 127.6 lek. Mirë, po ky është momenti 2018, 2019, 2020 janë takimet e Arubës. Prençi janë takimet në Aruba, të cilat janë takime tashmë të dokumentuara edhe me pamje filmike, kur është takuar Artur Sheu me të tjerë eksponentë atij grupi kriminal, dhe shohim më pas që kulmon në vitin 2023 rënja e euros me 108.75 lek për të vijuar në 2026, që është 95 lek, 85 lek. Pra, 1 euro 95 lek. Kemi dy momente. 94.7. Kjo është mesatarja, kam Kemi dy momente. Është mesatarja kjo. Është mesatarja e janar 12. Kemi dy momente, po të shikosh vitin. Tani këtu kemi dhe turistat, se edhe domethënë qeveria sigurisht ka dhënë opsionin që rënja e euros banke Shqipërisë ka nxjerrë që shiko se edhe vlerat monetare që vinë turistët shpenzojnë këtu, se vjet ishin par vjet kanë qenë 10 milion turistë. Sigurisht mund të injektojnë euro ata. Sa euro kanë injektuar në raport me këto grupet kriminale, kjo do duhet sqaruar. Shiko, kemi dy momente shumë të rëndësishme. Ne kemi debatuar në studiot televizive vitin 2016, kemi debatuar vitin 2019, i cili përkon me liberalizimin ose legjitimimin e kultivimeve të kanabis sativa në Maqedoninë e Veriut. Dhe në Shqipëri në vitin 2018-2019 është kultivuar më shumë se në 2016, në pretekstin që ishte liberalizuar në Maqedoni të Veriut, edhe këtu u bën nami. Ishte vit zgjedhor viti 2019 për pushtetin vendor, ju kujtohet? Pagar. Pagar, edhe kishte një liberalizim total që përkon me vitin pas marrjes së mandatit të dytë nga qeveria e Partisë Socialiste në vitin 2017, në Shqipëri është luftuar në mënyrë të vazhdueshme, që atëherë ka qenë betejë e fortë që pa të deklaruar kryeministri i Shqipërisë që ju s'po na përkrahani për drejt BE-s, ne do t'i zgjidhim punë vet. Ju nuk e dija. Nuk po e kujtoj dot, po megjithatë. Dhe pra masivizimi i kultivimit bimëve narkotike edhe në 2019 dhe pastaj ardhja e vitit 2018, kur bota e krimit kërkonte me lidhje të drejtë për drejta me kryeministrin e Shqipërisë për të hapur një dritare që paratë e drogës të vinin në Shqipëri. Madje në atë kohë ishte një parull, shit kokainë nëpër Evropë edhe në Amerikën Latine, dhe blej Bregdet në Shqipëri, bëju investitor strategjik.